3 dekada pas një prej tragedive më të rënda që ka shënuar historinë e arsimit në vend, dhimbja e familjarëve të 14 engjëjve të liçenit të Prespës mbetet ende e freskët, ndërsa kërkesa për drejtësi dhe zbardhje të plotë të ngjarjes vijon pa përgjigje përfundimtare. Më 7 maj 1996, një ekskursion shkollor nga Starova e Pogradecit u kthye në tragjedi kombëtare. 13 nxënës dhe mësuesi i tyre humbën jetën në ujërat e liçenit të Prespës, pasi varka me të cilën po lundronin u përmbys gjatë udhëtimit. Ngjarja tronditi opinionin publik dhe la pas një plagë të thellë për familjet dhe komunitetin. 30 vite më vonë, familjarët e viktimave thonë se dhimbja nuk është shuar dhe se ende nuk kanë marrë përgjigje të plota mbi rrethanat e tragjedisë. Ata kërkojnë që çështja të rihapet dhe të hetovet deri në fund, duke theksuar se mungesa e drejtësisë e ka zgjatur vuajtjen e tyre ndër vite. Shpresa Berberi, nëna e Enkelejda Berberit, rëfen me dhimbje ditën që i ndryshoi jetën përgjithmonë. Ajo tregon se vajza e saj ishte vetëm 15 vjeçe dhe se nuk kishte dëshiruar fillimisht ta lejonte në ekskursion. E kisha 15 vjeçare, viti i parë. Edhe nuk kur të shkojnë shoqet unë e mbajta, se tash më mbytesh. Kur shkoj viti i parë. Kisha parandej. I thash jo të keqen se më mbytesh, tash të kam rritur me zor. Jo mami, tha se mua më do gjithë mësueset, tha, edhe i kam dajos, tha se isha besë 5 dërvaske. Edhe mi ku pa pyetur. Shkoj me vitin e 4? Vitin e 4. I kishin thënë ato mësueset që hajde se nuk të bën mami shama aty. Ja vajtë me erdhëm. Mami ikni punoni, tha se unë kur të vi do të bëj një byrek, tha se një pa bukë. Prit qup hiq. Kur ardha në shtëpi, ja kisha lënë darkën. Gati të vinte të hante qupa, prit qup, flinja, dash, nga ora 5 mëngjesit, tash do bie si të mbet, që të mbet. Kur më vinë në vëllaj, thot, motër, thot, kush rrit e burrit, motër, thot, ka ardhur një autobus, thot, e i kanë marrë për në Itali. Kështu më kanë gjarë. Thash, bë kam nën për Itali, unë e shkreta, arrit në Vllezrit. Motër mbrith mendje, tha, nuk jem nën për Itali, tha. Jene që të mbyt, po çpat jo, vlla. Po dalga me motër dhe e mori dalga, pa deshi zoti. Miku qupka e pa fajshme, si rrojmë ne, si punojmë ne. Duam drejtësi, ne duam drejtësi, ne kur s'ta mbyllet kjo plagë me të keqena, kur. Edhe Hava Latollari, nëna e Arti Latollarit, kujton me dhimbje momentet e asaj dite dhe pasojat që lan pas. Unë kisha djalin në këtë klasë, edhe për një muaj nuk mbaruan dot këtë shkollë. I dërguam në shkollë, ata kishin mësim këtë që i dërguam neve në shkollë. Nuk e kishin nga qefi jonë. Ekskursion mësimor. Edhe i dërguam në shkollë. Nuk i dërguam që të na i sillnin në arkivor. Dhimbja tonë nuk tregohet si kanë qenë këto 30 vite. Nuk di si të shprehim. Jemi hequr zvarr, nuk ka pyetur njeri, jemi 14 nëna me këtë problem të këtillë. Çfarë kemi kërkuar? Neve i kemi kërkuar gjithmonë shtetit, kemi bërë karta, letra, që kërkojmë të drejtën tonë. Familjarët theksojnë se përtej dhimbjes personale, çështja mbetet ende e pazbardhur plotësisht për ta dhe kërkojnë që institucionet përgjegjëse të rikthejnë vëmendjen mbi ngjarjen për të sqaruar çdo rrethan dhe për të dhënë një përgjigje të plot, ligjore dhe morale. Po dëm shpërblim se s'ishte nga qefi ton, ne nuk i dërguam në plazh, po t'i kishim dërguar në liçen, për qefin e tyre apo për qefin ton, po nuk do bënim shamat. Ose po t'i kishim pasur të smur, e pa hajde se nga Zoti. Po jo ne t'i dërgojmë në shkollë, në program mësimor, edhe këta e kishin ekskursionin në Voskopoj. Me që e kishte Sali Berisha elektorat në Prespë, morën i shpun atje, mbaruan elektoratin, ben atë, edhe ne na i suall fëmijët në darkë. As në darkë nuk na i suall. Por na i la në liçen. Kur ka mbajtur në mëngjes në liçenin e Prespës,
E gjeta liçenin, flin të liçeni as njëri Xhanxhi atje, Xhanxhi njëri, ka mbajtur e para ka mbajtur, që do një të nxirja djalin. Pas sa kohësh doli djali juaj? Djali jonë, tonën e nxori ujët të nesërmen. Jo ujët, po pëllumbarë sa atëre u bërnami. Ne kryeministrët kemi dërguar edhe na thonë kapni avokatë, kapni këte, avokatët kanë frikë. Të tëra institucionet tona janë mbyllur për neve. Tragjedia e liçenit të Prespës mbetet një nga ngjarjet më të rënda të kujtesës kolektive në vend, një plagë e hapur që për familjet e viktimave nuk është mbyllur ende. Kërkesa e tyre mbetet e njëjtë: drejtësi, transparencë dhe zbardhje e plotë e asaj që ndodhi më 7 maj 1996.